Kundër edhe kur japin të drejtë. Sali Berisha akuzoi gjykatën kushtetuese se shpallja antikushtetuese e zgjatjes së arrestit të tij shtëpiak nuk ka më vlerë, sepse i vuajti në kuris 11 muaj në izolim. Tani, ky vendim sipas doktorit i shërben vetëm Ramës. A ka kuptim që vendimi shpallet jo kushtetues, por nuk shfuqizohet? Dëgjoni tani. Nuk është shfuqizohet në pretendimin se nuk ekziston. Po ai vendim ka prodhuar pasoja dhe pasojat e tij ekzistojnë. Nga ana tjetër, me këtë vendim i kanë çelë rrugën mbështetjes për ministrat të cilët mund dënohen për krime monstruoze dhe korrupsion, që në pamje të parë duket se mund thoni kanë bërë drejtësi. Në të vërtetë janë treguar një seksion politik i partisë së krimit ashtu siç janë. Por Rama paralajmëroi se nuk do të presë me opozitën dhe do të vijojë përpara me apo pa të në parlament për reformat. Berisha paralajmëroi gjithashtu se do e rikonsiderojë qëndrimin e tij për të mos mbetur mbrapa. Ne se çfarë do bëjmë do vendosim, por fakti është ky që them unë. Në qoftë se shkojmë për ta demaskuar. Zbutja sot e doktorit vlen edhe për Salianin. Nuk jam këtu për atë çështje i vetë përjashtuar. Lexon Nenin 24, është i vetë përjashtuar. Ja fali veten atyre bëri zgjidhjen e vet. Neni 24 i statutit Partisë Demokratike nuk flet për vetë përjashtim, por ka 3 opsione: mi i leti paralajmërimi, i mesmi pezullimi dhe i fundit përjashtimi. 3 opsione që vlejnë për Salianin të reflektojë deri në muajin prill.